Ju përshëndes, miq të nderuar. Sot isha duke lexuar një libër mbi hadithet, teksa po shfletoja ca hadithe, më ra në sy një hadith i cili më bëri përshtypje. Atij thuhej, mos kërkoni dije deri në atë shkallë apo mos mësoni për t'i kundërshtuar dietarët. Më bëri përshtypje për arsye se ky transmetim, sipas shkrimit, ishte i transmetuar nga Ibn Majah, njëri nga dietarët e hadithit, muhadithun, njëri nga ata pjesëtarë të 6 librave të hadithit, pra Buhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daud, An-Nisai. Ndaj unë kështu paksa u befasova, sepse ky hadith bie ndesh me hadithin tjetër të Resulullahut, ku pejgamberi Allahut thot se të kërkosh dije apo kërkimi i dijes është obligim për çdo besimtar dhe çdo besimtare. Ndaj të mësosh, unë nuk e di pse atëherë qenë ka gjina, pse atëherë ai i cili kërkon dije dhe ja arrin që të di, e kjo qenë ka mëkat në vehte, nëse për shembull ti mund të kesh pastaj një mendim i cili çka nuk përputhet me mendimin e të tjerëve, por të kesh një mendim ndryshe në Islam nuk është mëkat dhe nuk është haram. Përkundrazi, mendimi ndryshe është pasuri e Islamit dhe pasuri e çështjeve, normave të shariatit. Ndaj ne duhet ta dimë si besimtar musliman se edhe melekët e Zotit nuk janë çdo herë të një mendimi. Ka melek të cilët për një rob të Zotit thonë ja falim. Meleku tjetër thotë jo, nuk ja falim. Ka për shembull njerëz të cilët janë të prirë, janë të përgatitur në shumë çështje. Mirë po, pala tjetër ka një mendim ndryshe. Dhe absolutisht kërkohet dhe është mase normale që të ketë një lloj respekti, një lloj tolerance në mes njerëzve të cilët përfaqësojnë apo sqarojnë apo spjegojnë çështje të ndryshme, pa marrë parasysh qofshin sociale, fetare, politike, diplomatike, shkollore, ku ta diun. Ne si musliman e dijmë se kur lexojmë historinë islame, ka shumë interpretime, ka transmetime, ku për shembull vërtetohet se edhe shokët e profetit, pra sahabët, në mes tyre ka pas divergjenca, ka pas mos pajtime, ka pas mendime të ndryshme. Edhe kur themi sahabët, nuk i mendojmë sahabët të cilët kanë dëgjuar për Muhamedin dhe kanë qenë larg, as e kanë takuar, as e kanë parë, por kanë jetuar në kohën kur ka jetuar profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por këtu është fjala për sahabët të cilët kanë qenë në rrethin e ngushtë. E në rrethin e ngushtë janë 4 sahabët, një herë ato Hulefai Rashidin, kalifët e drejtë, pasardhësit e drejtë të profetit, por janë edhe bijtë e tyre, për shembull. Njëri ndër ata është Ibn Abbas, është Ibn Omeri, edhe të tjerë.
të cilët për shembull pas vdekjes së pejgamberit të Allahut, por edhe duke qenë ai gjallë akoma, kanë pas divergjenca, kanë pas mendime të ndryshme. Por Resulullahu për t'i dhënë kahje gjithnjë pozitive kësaj çështje, ai ka ndërmjetësuar me sahabe kur ka qenë akoma gjallë. Pra ju ka dhënë përparësi edhe grupit 1 edhe grupit 2. Jo se ai nuk ka mund t'i pres gjërat ndryshe, por ai ka dasht të transmetoj një kulturë që edhe për brezat e ardhshme do të jetë si një lloj edukate e cila neve akoma edhe sot e kësaj dite duhet të na shoqërojë. Pra ky hadith mësoni, por mos mësoni që t'i kundërshtoni dietarët. Për mua, jo për mua kështu personalisht, por mendoj se çdo kush që lexon këtë hadith mendohet 3 herë dhe nuk ka s'do mend se ky hadith është i fabrikuar. Se i mveshet dikuj, kjo s'ka lidhje. Kjo nuk duhet të jetë si një mekanizëm matës. Edhe pse pas hadithit mund të fshihet edhe një emër i madh, si në këtë rast Ibn Majah. Sepse ne e dim se pas vdekjes së Resulullahut, shumë thënie të tij janë fabrikuar, janë shpikur vetëm për t'i përmbush apetitet e dikujt.